SPAK urdhëroi kontroll në banesën e motrave Gjovana dhe Alda Nikolli, e para e fejuar Amarildo Nikollit, i penduar i drejtësisë, ndërsa e dyta pretendoi për një lidhje me Nuredin Dumanin, i akuzuar si kreu një grupi vrasësish me pagesë, që sot mban statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Kontrolli në banesën e dy motrave që prej vitesh jetojnë në qytetin e Elbasanit u bë në kuadër të hetimit që lidhet me një shpërthim të fuqishëm tritoli në derën e apartamentit të tyre, ku për fat të keq humbi jetën fëmijë i vajzave, Enea Thomaraj. Edhe pse burimet janë të rezervuara, bëhet me dije se kontrolli është ushtruar për të siguruar prova lidhur me ngjarjen e rëndë, pasi ka dyshime se në banesën e dy motrave mund të sigurohen të dhëna që mund të shërbejnë për të identifikuar autorët e krimit. Motrat Nikolli jetonin në një apartament me qira në lagjen Haxhias në Elbasan, në orët e para të mëngjesit të 14 korrikut 2024, në derën e banesës së tyre shpërtheu një sasi e madhe e tritoli. Nga forca e shpërthimit u shem dera e banesës së familjes Thomaraj, që jetonte në të njëjtin kat me dy motrat, duke lënë të plagosur djalin e madh të familjes, Enea, 29 vjeçar. 3 muaj më vonë Enea Thomaraj ndroi jetë në spitalin e traumës. Motrat Nikolli akuzuan Nuredin Dumanin si porositës të vendosjes së tritolit. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e